Dhe mbi këtë gjurmë u zhvillu filozofia amerikane për ndërtimin e këtij korridori nga Durrësi në varrin e Burgas për korridorin 8. Pra, një moment historik, një iniciativë historike u stampua dhe u imitua. Ne edhe kësaj i dalim kundër. Kjo çdo të thotë. Ne po i prishim punën vetvetes. Dhe që thash më shparë se s'du të zgjatem shumë, është që Zoti, historia, natyra na i ka dhënë këto mundësi. Është detyrë jona që këto mundësi t'i kthejmë në të mirën e komuniteteve tona, në të mirën e njerëzve tonë, t'i kthejmë në të mirën e rajonit, dhe besoj që kështu bëjmë një detyrë karshi fëmijëve tonë, bëjmë një detyrë karshi vendit, bëjmë një detyrë karshi rajonit, pse jo dhe karshi forcës politike që ne përpiqemi. Faleminderit. Faleminderit zoti Gorea. Për të folur për projektin, risit për shtatjen me ambientin urbanistikën, kam nderin t'ja kaloj fjalën inxhinierës, arkitektes dhe një zë publik në shumë kauza të Durrësit, zonja Entela Koja. Faleminderit. Faleminderit. Në ekspertizën time këtu më do flas si urbaniste, për faktin e thjeshtë që më ka qelluar të kemi diskutuar bashkë edhe në takimet e përbashkëta pikërisht për shkeljet që janë shumë të dukshme ligjore që nga faza e aprovimit e iniciimit të këtij projekti. Do silla në vëmendje takimin e parë që është bërë në 2022 kur Muka Adriani kandidonte për Bashkinë Durrës, u soll në vëmendje për herë të parë çështja e titërsimit të portit të Durrësit. Dhe më pas me Iklin, me të nderuarën Adriana Kalaja, jemi përpjekur të bëjmë disa, Adriana e ka çuar deri në çështjen ligjore të portit të Durrësit në emër të Partisë Demokratike me guximin që kjo zonjë ka, për ta çuar, për ta bërë këtë një kauzë të gjithë opozitës, jo vetëm të Partisë Demokratike. Unë të doja të silla në vëmendje dy gjëra shumë interesante në lidhje me këtë projekt që në fillimet e tij. Në vitin 2021, diku nga marsi, Belinda Balluku del me një video ku përmend dy terma të gabuar, rialokimi i portit, rialokimi është një term financiar dhe jo në çështje teknike, dhe diku aty. Kjo tregonte që Ministria e Shtetit Shqiptar nuk kishte djeni se ku do të lëvizte porti shqiptar. Dhe kur i hymë pas dokumentacionit e pam që vërtet, megjithse porti i Durrësit po afishohej me 3 dimensionale, nuk kishte akoma një alternativë të studiuar në atë vendin diku që thoshte Belinda Balluku, pra në zonën e Porto Romanos. Dhe po t'i hysh dokumentacionit, vën re që ka disa kapërcime të cilat nuk duhet të ndodhin në sistemin e planifikimit. Në datën 17/12/2020 është hapur nisma. Hapja e nismës për ndrimin e destinacionit është, si me thanë, po fillojmë procesin e ndrimit të destinacionit. Dhe nuk ndron vetëm destinacioni i portit të Durrësit, por në detyrë vë ndrimi i destinacionit të 3 porteve më të rëndësishme të Shqipërisë, i Shëngjinit, i Durrësit dhe i Vlorës. Dhe brenda një jave aprovohet ndryshimi i destinacionit. Kjo në datë 14/10/2020 gjejmë dokumentin që ndrimi i destinacionit tashmë kishte ndodhur. Kjo është një gafe rënd, në fakt nuk është gafe, është një gjë e qëllimshme, por që nga ana dokumentare nuk duhet kalonte. Nuk duhet kalonte për faktin e thjeshtë se ti nuk mund të kalosh ndrimin e destinacionit të porteve kaq të rëndësishme brenda një jave. Këto duan studime të thella fizibiliteti, të cilat han minimalisht 1 deri në 2 vjet. Pra, periudha 1 deri në 2 vjeçare e studimit të fizibilitetit u shtrënguar në një javë. Prandaj jemi sot këtu. Jemi pikërisht në atë propozimin që bën Dhoma Amerikane e Tregtisë, ku thotë
Porto Romano nuk ka një studim të qartë vizibiliteti, madje porti i Porto Romanos ka humbur sipërfaqe, ka humbur po themi pjesën e perimetrit të akostimit, ka humbur është 1/4 e portit të Durrësit dhe kjo vjen pikërisht nga mosbërja si duhet e projekteve nga qeveria shqiptare dhe nga endet e zhvillimit të territorit. Kjo ka quar akoma kjo masakër po vazhdon. Po vazhdon edhe në atë ligjin që po kalonte dje në parlamentin shqiptar, i cili përveç porteve komerciale, të atyre që kanë ngelur të Shëngjinit dhe të Sarandës, po përpiqet të fusë dhe gjithë hapësirat e tjera dhe ato ushtarake që me sa duket shteti shqiptar vetëm me një firmë të kryeministrit do t'japi jo më në përdorim, por në posedim investitorëve strategjik. Kjo është alarmante dhe arsyeja për të cilën kemi një problem me këto porte. Këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me investitorë strategjik. Këtu kemi të bëjmë me faktin që projektet të këtij niveli afektojnë zonat përreth. Rasti jon është rasti i portit të Durrësit, për shembull. Afektimin e parë e dha në zonën e shitores bregdetare të Durrësit, e cila i kushton Bashkisë Durrës dhe buxhetit të shtetit shqiptar shuma të mëdha, njëna mbas tjetrës, dhe të gjitha duket që bëhen vetëm për të shërbyer portit të ri të Alabarit, si quhet. Ndërkohë, një nga ripple effect, si quhet, ai efektet kolaterale që kanë këto janë pikërisht edhe projekti TID, që ne tashmë po luftojmë prej 8 muajsh, sepse kur krijohen zhvillime të tilla urbane, duhet të kenë patjetër edhe atraksione të rrotull. Dhe me sa thuhet, edhe projekti TID është një nga efektet anësore të këtij zhvillimit të këtij projekti. Dhe ne tashmë nuk mund të flasim pasuritë shtetërore të cilat nuk na përkasin, ajo nuk ka ardhur në derën tonë. Dhe kjo është arsyeja që unë do doja në fund fjalës time të thoja jam shumë falenderuese Partisë Demokratike që e ka nisur dhe do doja që ta vazhdonte dhe ta bënte kauzën e vet, pikërisht kauzën e porteve, sepse ne në Durrës kemi një shprehje dhe kemi thënë që në atë fillim, porti i Durrësit me sa duket do të jetë fundi i tyre. Tek porti i Durrësit do të gjeni fundin, kështu e kemi thënë atëherë dhe vazhdojmë ta besojmë këtë. Ndaj Partisë Demokratike këtu sot i bëj apel ta ndjeki këtë dhe pa diskutim do të ketë gjithë ekspertizën e nevojshme jo nga qytetarët durrësak, po nga kombëtare dhe ndërkombëtare për të hyrë me themel jo vetëm studimit të vizibilitetit, por dhe ndalimit të kësaj masakre. Faleminderit. Faleminderit zonja Koja. Atëherë porti i Durrësit është me rëndësi infrastrukturore, kombëtare dhe shërben dhe si një nyje lidhëse e fluksit tregtar ekonomik. Për këtë kam nderin t'ja kaloj fjalën kryetarit